من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فلندريم ولا دريمة شوشن پر الله جل وعلا أتا فلندروين پر اتفاق نديهم كركويم صلوات dhe selamet qofshin për Muhammed Mustafan, familjen e tij, shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e Kiametit. Vazhdojmë me shpjegimin e biografisë së 10 të përgëzuarve me xhennet, seri të cilën e kemi emërtu ata që xhenneti priti me emër. Allahu qoftë i kënaqur me ta dhe me gjithë sahabët. Kemi përfundu Ebu Bekrin, Umerin, Uthmanin, Alijun radhiyallahu ta'ala anhu, se cilin veç e veç nga dy ligjërata. Ebu Ubejda ibn al-Jarrahin gjithashtu javën e kaluar me një ders dhe jem mundu me përmbledha dhe Talhan me një ders po vërtet biografia e tij e gjerë, biografia e tij e bujshme, nuk na mundsoj me thonë kështu që me i përmbledh gjitha ato mirësi që janë përmend për jetën e tij me një ligjërat. Me lejnë Allahu Gjelle wa Ala, sot shkurtimisht do të përmendim diçka për lindjen e tij, emrin, familjen e tij, prejardhjen e tij, gratë e tij, fëmijët e tij, pastaj edhe kohën kur Islamin ai e ka pranuar radhiyallahu ta'ala anhu. Në javën tjetër inshallah flasim për vlerën edhe pozitën e tij që ka gëzuar ky sahabi i madh radhiyallahu ta'ala anhu, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për këtë ka thonë: nëse dikush dëshiron të shoh një shahid duke ecur mbi sipërfaqen e tokës, le ta sheh Talha ibn Ubaydullah. Edhe ka thonë se Talha sot në ditën e Uhudit ja ka bë obligim vetës xhenetin. Me një fjalë ka folë për to, ka thonë se xheneti është i garantuar për Talha. Përveç hadithit përgjithshëm që jemi të shpjegu. Pastaj në disa transmetime tjera është përmend Talha i mirësisë, bujaria e tij ka rrjedh si lumi. Krejt këto kanë ngjarje të caktuara radhiyallahu ta'ala anhu. Para se me fillu me këtë është shumë më rëndësi me kuptu një gjë drejt. Sahabit e hershëm të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që është Ebu Bekri, Umeri, Uthmani, Aliju, Talha, ata cilët kanë kalu sprovat e mëdha me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, torturat që u janë bë atyne, dashuria e tyre e madhe për Islamin edhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, besoni na bën me unol të këta njerëz edhe me analizu mirë se çka ka qenë ajo gjë e cila këta burra i ka veçu kështu. Çka ka qenë një gjë apo një emrus i përbashkët, një gjë përmbledhse që këta burra i ka lidhur në këtë formë, edhe historia shkruan për ta dhe detajet e tyre. Se kemi me pa të Talha ka qenë pasonik i madh. Edhe nëna e vetë për Talha në radhiyallahu ta'ala anhu ka prit se do tjetë prej zotërive të fisit dhe familjes ti. Do të thonë fisit Banu Tejm, ka prit që do tjetë udhëheci kësaj kabile. Mirë po Talha dashte Allahu Gjelle wa Ala e pranoi Islamin. A thu vallë, a veç këta sahabi kanë qenë pasonik të mëdhaj që emrat e tyre i ruajti historia, apo ka pas edhe njerëz tjerë të mëdhaj pasonik të mëdhaj që në konë edhe kërkushsi njeftash? Shumë është mirë me analizu këtë sene. A thu prejardhja e tij, pasuria e tij, pozita e tij që ka pas, ja ka rujt historinë e këtij njeri o këtij burri, apo ka qenë diçka tjetër?
isha me Hoxhën Xhel, javën e kaluar në Shkup, edhe po flet për sakrificën që kanë bërë sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe përmend ai çështë çështje, çka mund me një fjalë me përmbledh komplet historinë e këtyre njerëzve me i përshkruajt. Nëse i përshkruajnë trima kanë qenë. Nëse i përshkruajnë bujar kanë qenë. Nëse i përshkruajnë ashtu krejt tillë kanë qenë. Mirë po, a ka një fjalë për mbledhës e tyre? Po, ka. Edhe ajo me cilën Hoxha i përmendë me të vërtetë që ashtu ishte, ta se këta njerëz me të vërtetë e kanë pas përndime. E kanë pas përime punën e tyre. Qysh e kanë pas përime? A nuk ndodhë në herë na tuke vepru diçka me rrejt vetën? Ndodhë. Edhe vetë e vrejnë që nuk është bashkë ashtu që shpushitësh. A nuk ndodhë në herë me u konë kështu, e në herë me u dorëzu, e në herë me u shtirë se je i tillë dhe nuk je, ndodhë. A më këta njerëz, ja. Këta njerëz, me të vërtet e kanë pas përime. Edhe çdo gjë që ju ka ardhur për jonës Allahu Gjelle wa Ala, këta e ndërzu para saj. E Imam Dhahabiu rahimahullah me fokus të veçantë kur flet për sahabit, posaçërisht këta sahabit të mëdhaj, shpëthonën fjala e tij për çon ka ajo se këta njerëz një me çështje kanë. Edhe Ibn al-Qayyim rahimahullah kur flet për çështjen e atyre njerëzve të drejtë, të devotshëm që drejtësia e tyre, sabri i tyre, devotshmëria e tyre, sidqi i tyre, sinqeriteti i tyre është shfaq, e përmend të njëjtën gjë fjala e Ibn al-Qayyimit çështë. Se këta njerëz e kanë pas përnime. Sa'd ibn Abi Waqqas ka me ardhë dhe ai për tyne radhiyallahu ta'ala anhu, kur e ka pranuar Islamin, që do ta shohim detajisht, nona e tij ka thonë unë s'do të ha, kësa e ka dash nonën shumë. O konë prej sahabive që është përmend se ka qenë tepër i kujdesshëm edhe respektues ndaj nonës tij. Janë urdhëvat në disa mënyra me e largu prej fejsë Allahu Gjelle wa Ala. Në tonë, në këtonë, së një ka ndalë kërkun. Nona vetë ka thonë, unë e di një derë që Sa'din e krejtë në ratë. Cëla ka qenë e? Ka thonën, si kur sa që i përmenë në grejburije. Që që të thënë? Ka thonë, ku me ndalë ushqimin e pina, s'ku me pi, s'ku me hongër, deri sa Sa'di këthejet në fenet parë dhe tanë. Sa'di është ndi keqë, radhiyallahu ta'ala. Mirë po ka dash me aprej udhën, nëse ka thonë i në nga ka. Te e din që mua më lëndan kjo që ati për e vëpran. Edhe mundan. Amo, Zoti me t'i thonë 100 shpirta. Me vdek e me unë gjallë. Me vdek e me unë gjallë. Me vdek e me unë gjallë 100 herë. Dije që kur nuk zbrapsëm prej fe Zotit. Hadi këtë punë më shoj vi, se nuk janë prej atyre që ma len shejt e që që anë ndijem, kam dhe më shuri për tyje, du fort, a më mos meno që këtë gjest e jatë, a që këtë veprim jatë, bëhet shkak që anë më këthyje në melon, fejnë në cilën kam hy. Për këtë arsye, Ebu Sufjanin, radhiyallahu ta'ala anhu, në atë kohë, kër e ka pyet Herakli për shokët, për Muhammedin a.s. një prej pyetjeve ka qenë, kur e ka dërgu e dini ju në gjarin, kur e ka dërgu shkresat për Pejgamberi a.s. mbretërve, dinastive të mëdha, në Sham atje ka qenë kush? Ka qenë Herakli, edhe kur i ka shku letra, ka pyet, ka thonë, mos vallësh dikush prej arabëve, po du me pyet për këtë njeri që më ka dërgu mu këtë letër. Se Pejgamberi a.s. sahabit me të fillu Islami me ardhë në Mekë, i ka përgëzu se keni me qëriru këtë vend e atë vend. Që bi dinastike më dhaja, që nuk ka qenë kapsh me të arab, se do arab cilët janë të përbuzur, mundën më arrit dhe në këtë pozit. Ata është ka ardhë koha, kër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për ju dërgën letra eslim teslem,
hën në islam nëse do të më shpëtu. Edhe ka thirrë Abu Sufjanin, ka thonë, po du me vetë për këtë njeri kush është. Prej pyetjeve që ja ka bëu për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, thotë njerëzit të cilët hynë në fejnë e Muhamedit alaihi salatu wassalam, apo zbrapsen prej saj ndonjëherë? Me një fjalë, ata të cilët po hynë në islam, apo ja kthejnë shpinën e islamit, apo e braktisën ato? Ebu Sufjani ka thonë që kur asnjë nuk del prej feje. Çdo secili që hyn, s'ka më mirë mbraptaj. Dhe prapë si bjen. Fjala është për që ta burra të parë. Se numri i muslimanëve në fillim të shpalljes, derisa pejgamberi sa të sërëm ka bëu dhe hijret, pastaj o shkon i vogël, nuk shkon numri i madh. Numri i madh i muslimanëve është kur marrëveshja e Hudejbes kur është bërë. Ashtu me të madhe kanë thonë ulemoja, Islamin në paqe shpërndahet më shumë se sa në trazira. Edhe kanë bënë një krahasim prej kohës kur ka filluar shpallja deri në marrëveshjen e Hudejbes, që gjithsesi ka ndodhur në vitin e 7 Hijritit, dikun ka fundi vitit 6, numri i muslimanëve ka qenë deri diku, ama prej marrëveshjes derisa u prish marrëveshja, që i bie domethënë periudha e parë diku 17 vjet. 17-18. Edhe prej marrëveshjes veç një vjet, derisa u prish marrëveshja e Hudejbes, brenda këtij viti kanë hyrë numër shumë më i madh në Islam se sa i 17-18 vjetëve të parat. Kjo jep me kuptu që Islami e promovon paqen edhe mirësinë. Edhe Islami veç leje rahat këshire që shpërndohet. Se ne kom përmend që Islami është fe që natyrshmëria e njeriu të pranon. Nuk ka mundësi me refuzu. S'ka mundësi njeriu i shëndosh logjikisht me e refuzu që të fejtë Allahu Gjelle wa Ala, se ai që të ka kriju ty, ai din se që kjo fe të përshtatet tyje 100%. E sahabit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kur kanë hyrë në Islam, posa është atë part asnjë nuk është zbraps. Edhe Abu Sufjani për këtë arsye në atë kohë Abu Sufjani s'ka qenë musliman. Edhe ka thonë me pas mujt diçka me shtijen jashtë pyetjeve që Herakli më ka pyetur në atë kohë kisha shti. Ama s'ka mujt, me thonë te na që përdon s'm kalon ar Allah mua. Hiç s'm ka von hapësirë për me shtu diçka. Ka pyet përgjigja e drejt për drejt, edhe shkurt. A e lon Islamin? Kërkush se lën Islamin. E për këto Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala an, në zati ka thonë 100 shpirta Zotin me t'i dhona, me vdek, dije që për asaj feja nuk s'prapsna. Talha ibn Ubaidullah ka qenë i tillë. Talha ibn Ubaidullah ka qenë i tillë, edhe sakrificën që e ka bë për dinin e Allahu Gjelle wa Ala, ka bo që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e përgëzun xhennet, edhe me thonë nëse doni me pa dikon që është prej dëshmorëve që hezën si përfaqen e tokës, kështu në Talha ibn Ubaidullah. Dita e Uhudit, kemi të shpjegoj inshallah javën tjetër, dita e Uhudit është shuj dita e Talhas. Se çështë kanë thënë. Betejë e Uhudit me krejt sprovat dhe perpetit që kanë ndodhur, është shujtën çka dita e Talhas. Sa shpëthonën gjëra që të regojnë pozitën e Talhas, argument që të regojnë pozitën e Talhas edhe sakrificën e ti, janë mbi 100 argumente. Ona duhet me zgjedh disa prej tyre. Talha, emri i tij është Talha ibn Ubaidullah ibn Uthman ibn Amr ibn Ka'b ibn Sa'd ibn Taym ibn Murra ibn Ka'b ibn Lu'ay al-Fihri al-Qurashi al-Taymi al-Makki. Me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam takohet Murra ibn Ka'b. Do të thonë gjeneza e tij takohet larg, nuk është afër, mirë po takohet me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, si ka ona e babës, gjithashtu edhe ka ona e nonës, emri i cilës ka qenë As-Sa'ba bint Abdullah ibn Imad, takohet me ta dikon vonë te Qusay ibn Kilab
të Husej ibn Kilab me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, domethënë takohen çet vend. Kunja e tij apo nofka e tij ka qenë Ebu Muhammed, se ka pas një djalë emrin Muhammed. Ka nga njëherë kam thonë që tek kunjet, domethënë Ebu Fulan nuk është patjetër me pas emër djalit tjetër ose emër të vajzës. Mundet me u quajtur edhe me një emër tjetër, sikur Aisha radhiyallahu ta'ala anha që është thirrën Abdullah, nona e Abdullahit, edhe nuk ka pas fëmijë Aisha radhiyallahu ta'ala anha. Disa kanë thonë në shpirë se është gëzuar kur ka lindën Abdullah ibn Zubairi. Abdullah ibn Zubairi ka qenë djali i motrës Aishës radhiyallahu ta'ala. I ka pas disa ofiqe që e përmendëm. Një prej tyre ka qenë Talha al-Fayyad, wa Talhatul Khair, wa Talhatul Jud, krejt me shto ofiqe. Talha i fisnikëris, i bujaris, i zemërgjërsis, krejt që të epiteti ka pas radhiyallahu ta'ala anhu, për secilin ka argumente se pse është emërtu kështu, pse është thirrë kështu. Ka paraprit tek sahabit e tjerë që i kemë përmend, edhe të Talha, kur e kam përshkrujt radhiyallahu ta'ala anhu fizikun e tij, kanë thonë se kanë qenë njerëz dhe shkanë. Ka anu ka e bardha më shumë se ka e zeza. Ta më ngjyra e arabëve qysh është sot. Këthiru sha'ri, flokët i ka pas të dendura, as nuk i ka pas shumë të, shme thonë, me dredha, e as nuk i ka pas drejta. Kush i ka pas flokë qështu? Kur e kam përshu, i ka thonë lejse bil gja'dil qatat, wala bis sibt. As nuk i ka pas flokë shumë dredha, e as nuk i ka pas shumë të drejta. Kush ka qenë? Pejgamberi alayhi salatu wassalam. I ka pas, kanë thonë, flokët e shkallëzume, që çto nëse lejohet me përkthyn këtë formë. Hasanul wajhi ka qenë shumë i bukur, idha masha asra, kur ka ecë shpejt. Kush ka ecë kështu? Gjithashtu pejgamberi alayhi salatu wassalam. Kur e përshkruajnë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam gjithsesi ecën e tij, kanë thonë çaq shpejt ka ecë sikur më kon të zbrit pi kodrës. Kështu ka qenë edhe Talha radhiyallahu ta'ala anhu, edhe kanë përmend tek fiziku i tij wala yughayyiru sha'rahu. Nuk ka pas nevojë me i lyf flokët të mikrën e tij, se nuk ju kanë thirrë radhiyallahu ta'ala anhu. Ndërsa tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është diskutuar gjatë. Ai ka lyf flokët me kona, si ka lyf mjekrën, si ka lyf. Kanë thonë sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se transporton në nesë të tjerët, qimet e pejgamberit alayhi salatu wassalam në mjekrën e tij dhe në flokët e tij nuk i kanë tejkalu 18. Disa kanë thonë se ka tejkalu 20. Domethënë kanë qenë shumë të pakta. Radhiyallahu ta'ala anhu. Talha radhiyallahu ta'ala anhu ka qenë i martuar me disa gra. 4 prej tyre. Kur themi 4 prej tyre, se më shumë se 4 muslimani s'ka drejt me bashku me një kohë, po ka vdek në një, është martuar në tjetër, kështu me radhë. 4 prej tyre kanë qenë, po thënë kështu, balleskat pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Me një fjalë, Talha ka qenë boxhenak i pejgamberit alayhi salatu wasallam. Kjo s'ka qenë pesh, te ata që shon pesh sot dashnia dhe respekti që kanë boxhenokët në zvet. Aja që e ka bo me respektu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë më e morën se sa është lidhja në këtë formë. Cilat kanë qenë ato gra që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë i martuar me motrat e tyre. Talha ka qenë i martuar me motrat e tyre, kanë qenë ato, domethënë balleskat pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E para prej tyre është Ummu Kulthumi, vajza e Abu Bekrit radhiyallahu ta'ala anhu, motra e Aishës. Domethënë e para është Ummu Kulthumi, vajza e Abu Bekrit, motra e Aishës. E dyta është Hamana bint Jahash, motra e Zejnebës. E treta është El Fari'a binti Abi Sufjan, motra e Ummu Habibës,
gruas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe e katërta ka qenë Ruqayya binti Abi Umayya, motra e Salamës. Do të thonë këto katra kanë qenë motra të grave të pejgamberit sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ju e dini se pejgamberët e mëhershëm, posaçërisht Musa e Isai, kanë paralajmëruar për ardhjen e Muhamedit sallallahu alaihi wa alihi wasallam në librat e tyre të shenjta. Thot Allahu xhalla wa ala në Kur'an e përshkruan ngjarjen e Isait: وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل. Përkujto kur Isa djali i Marijemës ju tha o bene Israil, ja bene Israil, inni Rasulullahi ilejkum. وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. Përkujto kur Isa biri i Marijemës ju tha bene Israil, o bene Israil, unë nuk jam tjetër përveç se vërtetues i asaj që është para meje, edhe përgëzues nisën e juve. Edhe ju përgëzoj se ka me ardhur një pejgamber pas meje, emri i të cilit është Ahmed. Ya'ti min ba'di ismuhu Ahmed. A thash ajetin mirë jo? Okej. Ya'ti min ba'di ismuhu Ahmed. Ka me ardhur një pejgamber pas meje, emri i të cilit është Ahmed, falendërues. Emri i Ahmedit është i njëjta rronjë, që është me thonë Muhammed. Këto janë argumentet që pejgamberi që Isa alayhi salam ka paralajmëruar për ardhjen e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Edhe tash kur është paralajmëruar për këtë, secili ummet prej ummeteve kanë prit se ai njeri do të jetë prej mesit tonë. Posaçërisht Jahudit e kanë prit se ky pejgamber e që do të jetë vula e pejgamberëve ka me qenë prej neve. Edhe gjithmonë kanë prit. Derisa ky pejgamber ka dalë në mesin e arabëve. E Allahu xhalla wa ala në surën Baqara e përshkruan gjendjen e jahudive faba'u bi ghadabin ala ghadab. Mlefi i tyre kundër arabëve, gjithsesi kundër muslimanëve, ashtu edhe më shumë atëherë kur pejgamberi i fundit dol prej mesit të tyre. Edhe tash, që me thonë gjithmonë e kanë përcjell se kur do del ai pejgamber, prej cilit vend do del e kështu me radhë. Talha ibn Ubaydullah e përmendëm se ka qenë prej tregtarëve. Ka qenë prej tregtarëve të mëdhaj. Kur ka shku në Busra, jo që kanë përty disa Basra, se Busra është qytet në Sham. Basra është qytet ku? Në Irak, janë dy vende. Kur ka shku kënë Busra, Talha ibn Ubaydullah, dhe me thonë në Sham, për tregti, sa i kanë shtru që shme thonë ato i mollet e tyne që i kanë qitë në përteze e kështu me radhë, ka dalë një preft edhe ka vetë. A mos val në mesin tuaj është dikush prej haremit Mekës, prej Qabës, që kanë arë prej arabëve? Talha thotë unë jam prej atje. Thotë mos ka diçka të re. Këtë ngjarje përmend Ibn Sa'di, rahimahullah, në librin e tij At-Tabaqat al-Kubra, pastaj edhe Bejheqiu dhe dietarët e mëvonshëm e transmetojnë të njëjtën ngjarje. Thotë mos ka diçka të re tek ju arabët. Thotë nuk ka diçka të re që ja vlen me ucik. Thotë ky është muaji në të cilën ka me ju shpall pejgamberit fundit. E veta mos vall është dalën te ju atje. Po sa kthehet Talha në Mekë, pyet më njëherë, thotë mos ka diçka të re në popullin tonë. Se tash mundi më paramentu, ecja, tregtia, kohë gjatë, kur kthehet Talha, edhe pyet mos ka diçka të re në mesin. Bile ai e përmend, thotë mos ka ardhur dikush që lajmëron për shpalljen e kështu me radhë, emri i të cilit është Ahmed. Sa e ka ditë paraprakisht që kështu ka me qenë për emri i tij. Ka thonën kush është Ahmedi? Thot Ahmedi djali Abdullahut. Këti si kujtohet se Ahmed, Muhammed, edhe kthehet ashtë në Mekë pyet. Mos ka ndodhur diçka e re? Thot jo, nuk ka diçka të re, të familjes tij, të nënave, thot, nuk ka diçka të re përveç se Muhamedi djali Abdullahit po pretendon se jo shpall prej onës Allahu xhallahu ala. Edhe thot
ai I cili pishkon për mas atina, thot është Ibn Abi Quhafa. Ibn Abi Quhafa kush është? Abu Bekri. Ibn Abi Quhafa, Abdullah Ibn Abi Quhafa është emri Abu Bekrit. Thot nuk pishkon të dërkush veç se Abu Bekrit. Kjo më njëherë shkon të Abu Bekri, se Abu Bekri e ka njoft. Bilen transmetim ka ardhur të kemi njoft për drejtësinë e tij, butësinë e tij, zgjuarsinë e tij, kështu I përmend disa epitetet e Abu Bekrit. A thot më njëherë kam shku te Abu Bekri. Ka thonë, a ka diçka treja se më treguam për Muhamedit, djalin e Abdullahit, po thot. Muhamedi thot, po na lajmëron, pastaj ja ka përmend disa sa të fejes, se është vetëm një Zot, ato duhet më adhuru, mu larguan prej idhujve të cilët e adhurojmë na thirr për këtë. Thot, a është e vërtetë që ti e ke pranuar ato të cilën po thret Muhamedi, po thot. A se kum diskutu këtë muhabet. Thot, a ki mundësi mund qute Muhamedi? Shkon. Edhe po sa shkon tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot çka janë këto lajme? Ja tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se ajo me të cilën ka ardhur është besimi në Zotin. Mos më adhuru tjetër askën përveç Allahu xhalla wa ala. Mos më bë këtë veprim, mos më bë këtë veprim. Thot unë erdha tash prej Shomit. Atje thot ndodhi kjo edhe kjo. Një pref thot dol edhe pyeti, thot mos ka diçka të reja për juve, se është koha kur duhet tash me u shpallën pejgamberi fund, se kështu janë përgëzimet për ta. Pejgamberi alayhi salatu wasallam ka në transmetim se është gëzu fort për këtë lajm, është gëzu fort, edhe atëherë Talha radhiyallahu ta'ala anhu e ka shqitu shahadetin para pejgamberit alayhi salatu wasallam. Shifnë ne burrat mëdhaj, kush është mos sebeb? Abu Bekri radhiyallahu ta'ala anhu. Përmendëm javën e kaluar prej atyre të cilët ka qenë shkak për të pranuar Islam, ka qenë kush edhe Abu Ubejd ibn al-Jarrah. Edhe Talha tash, edhe ka thonë shahadetin para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Me ka thonë shahadetin, Talhan e kanë torturu shumë. Nuk ka kush prej familjes tij që ka mbrojt. Edhe pse është prit edhe është pretendu se Talha radhiyallahu ta'ala anhu ka më qenë prej prizëve të Banu Taymit. Se Talha edhe Abu Bekr radhiyallahu ta'ala anhu janë një kabile. Janë një fes. Kur tregohen disa transmetime, disa njerëz kanë qenë në Safa edhe në Marwa, e kanë pa një njeri të lidhur. Edhe tu e torturu, thot. E gjujshin disa njerëz, belekeshte prej tyre që e shkelshin edhe në kokë. E një grua plak e shtyrë në mosh, I mshonte sa kishte mundësi, sa kishte forcë. Është pyet se kush është ky njeri, kanë thonë në është Talha djali I Ubejdullahit. E ajo grua që po e torturon kështu kanë thonë është nona e tij. Atëherë ka ardhur një person që e ka pas emrin Naufel, edhe I kanë thonë Luani I Mekazve, I ka lidh edhe Abu Bekrin, edhe Talhan, edhe bashkë qashtu I ka ngrej zhag, I ka qu deri tek prisjet e Qurayshitëve dhe kanë thonë në torturoni tash, deri sa të kthehen në fenë të parëve tonë. Për këtë arsye, kur flitet për biografinë e tyre, thuhet dy shokët e lidhur. Për Abu Bekrin dhe për Talhan, radhiyallahu ta'ala anhum. Nuk është zbraps, kur njëherë, krejt sprovat me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, që I ka pas në Mekë, I ka pas edhe kë, ka prezantuar krejt betejë që ka prezantuar pejgamberi alaihi salatu wasallam përveç betejës së Bedrit, se në betejën e Bedrit ka qenë për tregti në Sham. Betejën e Bedrit, Talha ka qenë për tregti në Sham, ndërsa beteja tjera krejt ka qenë me pejgamberin alaihi salatu wasallam. Inshallah javën e ardhshme do të flasim për pozitën e Talhas që ka gëzu, thash se për argumentet që flasim për vlerën e Talhas janë dikun mbi 100 hadithe që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka dëshmuar për këtë burr të madh. Mirë po, do të mundohemi përzgjedh disa prej tyre, edhe pastaj do ta shohim vdekjen e tij, se vdekja e Talhas është histori në vete. Vdekja e Talhas është histori në vete. Ju e dini, kam përmend tek biografia e Aliut radhiyallahu ta'ala anhu se Talha është mbyt në betejën e Devës. Bashkë me Aishën, bashkë me Zubairin, edhe Talha radhiyallahu ta'ala anhu.
vdekjen e tij edhe historinë e tij me thonën është shkruajt shumë lapsa ka shkruajt për ta, kanë shkruajt prej atyre që i kanë bërë zullum, e kanë shkruajt edhe prej atyre që kanë qenë më drejt, e duhet me analizu mirë, me pa mirë se çka ka ndodhur te ka ndodhur. Aliu radhiyallahu ta'ala anhu me vdekjen e Talhas është mërzit shumë. Me vdekjen e Talhas është mërzit shumë e ka thonë që nuk isha pas kur qef me të panë këtë gjendje kur ka pa xhenazën e tij. Ka qenë prej atë parëve që është mynë betejën e devës, edhe ka thonë Aliu radhiyallahu ta'ala anhu kur ka vdek Talha ka thonë kisha pas qef me pas vdek para 20 vjetëve. Kisha pas qef me pas vdek para 20 vjetëve e mos me pa Talhan këtë gjendje. Allahu qoftë i kënaqur me ta. Lusim Allahun xhalla wala që na bën për atyre të cilët i dojnë këta njerëz. Se në zonë sa vën medrese kur t'ja shpjegoj, besoni është një farë mesele në hadith, përmendet thojnë makhrajul hadith, pika se ka dal hadithi. Rrugët e hadithit kur transmetohen kanë disa pika, pastaj ka kalojnë çysh përndalen kështu me radhë. Arabisht i thojnë medarul hadith, është një pikë takimi, pastaj çysh përndahen në rrugë. Është diskutu, a është çaja për qëllim dalja e hadithit, a është për qëllim sahabiu i hadithit nalt, ajo që është më qëlluar në nxënësave të mirë thonë kështu. Tekstin e hadithit kupton sikur një burim i ujit, sikur një krue. E tash ai kruen është i rrethun. Ai do të patjetër me pas një dalje për me shmethonën me e shiju ujin e tij dhe me përfitu njerëzit prej tij. Dalja e hadithit është sahabiu. Mos t'i shinkon këta hadithe sot nuk ishte na. Hadith çto do të më kuptu. Mos shinkon ta feja Allahu xhalla wala nuk ishte transmetuar. Ose ishte transmetuar cungune. Sikur janë përcjell tash edhe fejtë të tjera. Këta kanë qenë ata burrat të cilët e kanë ruajtur dinin e Allahu xhalla wala. Numri i haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edhe pse është i madh, është i përcjellur për njerëz të caktuar. E sahabit e parë, posa qërish këta të përgëzuarit me xhenet, janë prej burimeve kryesore, prej shmethonën daljeve kryesore që vjen hadithi deri tek ne. Ebu Hatim ar-Razi dhe Ebu Zur'a ar-Razi e kanë përmend këtë mesele. Kanë thonën, ai i cili fyn sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është zindiq. Ai i cili i fyn pejgamberët, sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është i dalur prej feje. Pse? Se ai nuk ka dash veç ata, po ka dash edhe fejnë e Muhamedit alayhi salatu wasalam. Ka dash burimin kryesor, ama te burimi kryesor me lëndu nuk është lehtë. Se kërkosh ta. Atëra nëse donte për me erzu, ç'me thonën kontributin e dikujt, atëra këshire nxënësat e tij rrezoj. I rrezove ata. E për këto dietarët e mëdhaj, kur është shkon çështja e sahabeve, kur është flit për ata këtë dere kanë mshil. Ebu Ja'far at-Tahawi rahimahullah kur vjen flet për ta, thot se dashuria ndaj tyre është fe, besim edhe mirësi. Ndërsa urrejtja e tyre dhe fyrja e tyre është hipokrizi, zullum edhe të kalimi çdo kufili. Elusme Allahun xhalla wala që të na bën për atyre të cilët i dojnë ata edhe na bashkon në xhenetet e tij të larta. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum.